Mirëmëngjes njerëz. Gruaja po lym buzët Përshëndetje. Po përgatitemi për një ditë shumë e bukur me diell, edhe për gjërat e tjera, po që nuk mund t'ju themi tani. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot realisht ka diell. Brenda në këtë javë fund marsi ka rënë bor. Erës ka rënë bor. Pa është e fundit ajo që mbaron dimër. A është bora që shenja. Është ajo që mbyll, domethënë. Po. Ndodh çdo vit, Po. me statistika. Tu ka ndodhur gjithmonë. E dikur diçka e ndjen, thoj, kjo ishte e fundit, po, tani do ketë veç pranverë. Ti e ndjeve domethënë kura Unë edhe gjithë njerëzit që jetojnë këtu. po e ndjeve të gjithë në shpirt. Po, thanë, kjo ishte e fundit, thanë. E tha të gjithë. Po. Super. Nesër është diela e fundit e muajit, kështu që nesër ndron ora, edhe do kemi ditë më të gjatë. Finally nuk e besoj dot. Ditë më të gjatë me grua. Ishte ironike. Jo, ishte e bukur. Po, burr, po. Here we go. Se gruaja është pa kafe dhe Kur u bone ti me dhon leksione. Sot burri im zyer në orën 5 të mëngjesit, e ka ikur si një emigrant origjinal i vërtet në autobuzat në Shqipëri, jo në Shqipëri, do me thënë autobuzat e Shqipërisë që ndalojnë në autostradë diku rreth e rrotull, edhe ka çuar valigje me gjëra, me kënde, me ande. Bravo re burr. Te DHL shqiptar kam vajt. Po, te di që shqiptar. Ore, ato punojnë më mirë, thuaj çfarë dush. Punojnë më mirë dhe janë më të lirë. Po duhet të gjej një që çon produkte në Greqi o burri deut. S'kam gjetur një autobus të viço këtu deri në Greqi. Po thuaj i dërgon Shqipëri nga Shqipëria në Greqi, po too much effort. Nuk kam dëgjuar as zilën qira që ta zgjoj. Nuk e dëgjova që u zgjua, nuk e dëgjova që tërheqi ato çantat çfarë ishin, kutia, xharat, që ti fus në makinë, që hapi derën, më tha që ka zbritur edhe 5 koli me ujë Klajdi nga makina se kishte vajtur deri kishte bler. Shif e di që në kabelo. Border collie. Është me karrotë, shifi shkreti. Më revogël, njerëz ishte me kam kanë brapa nuk i lëvizit, edhe ja kishin vënë kështu me karrotë. Nuk dëgjova asgjë, zero. Kjo nuk është shenjë mirë njerëz. Nëse kur Klajdi nuk është në shtëpi, unë fle shumë lehtë, se kam frikë edhe zgjohem shumë shpesh brenda natës. Po kur është Klajdi në shtëpi, unë e fik trurin tim. E kuptoni? Edhe lejtë pëlcas bomba, hajdut, atë njëre tjetër them do më mbroj Klajdi, ndërkohë Klajdi është për veten e vetë. Edhe unë them do më mbroj Milo, ndërkohë Milo thot dhe mbrojmë ne, kështu që kuptoni si shkon kjo muhabeti. Kur u bone ti me dhon leksione. Na. Mu mbush TikToku me ferma VIP sepse më duket filloi video supozoj. Kishim Big Brotherin do kemi fermën, por t'ju them diçka, të paktën ata që kanë hyrë te ferma, disa nga ata i njoh, ndërsa ata që hyn në Big Brother, shumicën e rasteve njerëz unë nuk i njoh fare, po ka të bëjë edhe me mua mbase se unë nuk para ndjek showbiz shqiptar ose televizor shqiptar. Ne erdhëm të blejmë kafe, kështu që do lëm kapsulat e përdorura për riciklim. Sa bukur më zhveshur burri sot me këtë xhaketë, këmbë vintage, me bluzkë të bardhë, bër transformim total në veshjen, stil. Klajdi njerëz, visheshe me tuta, e me xhinkse maksimum, kaq. Unë s'kisha kohë. Tani, shikoni sa bukur më vishet burri, ka lezet më knaq syrin. Kafen të Nespressoja e morëm edhe hyra te Zara. Po kërkoj një si tip fular shalli që të varet kështu, kjo është bluzë, nuk është shall. Po desha edhe një të bardhë me tantell për tani në behar. Nuk u gjeta, pyeta një gocë për unë, më tha do kërkoj të shoh po ka diçka. Edhe gjeta një 2 rroba që më pëlqejnë shumë, janë shumë të stilime, thashë ti provoj. Nuk isha erdhur këtu me idenë të blej rroba, edhe nuk më duhen rroba. Duhet ja kujtoj këtë vetes kur të provoj, sepse e dini kush është problemi, po e provove diçka. Edhe asha që bukur që thonë s'kam provuar kur në jetën time diçka kaq të bukur, atëherë duhet të marrësh. Është më mirë mos e provoshe në fillim. E po ju them të gjitha këto gjërat nga dhoma e provës. Let me try it out tani. Nuk dukem shumë bukur una me këtë fustane. Nuk është ky stilim, këto gjërat geometrike, asimetrike, më shkojnë tepër. S'ket që bën. Problemi prapa është këtu, sepse këtu sikur më bjen. Unë i mora që ti kombinoja të dyja bashkë, por nuk e di po shkojnë. Faktikisht këto të dyja bashkë. Diçka më jep bezdit te copat. Kjo tantella me këtë pambuk këtu plastik këtu janë 3 copa ndryshe që ndjem sikur nuk shkojnë, po veç bluza më pëlqejnë si marin. Veç fundi më pëlqen tepër. Fundi ka këto detajat këtu që janë just me qepur keq ose kapur keq. Është Japan style edhe më pëlqen tepër. Këtu shesën mystery boxes. Pako që dikush i ka bler në sajte të ndryshme dhe kanë humbur. Nuk i kanë kërkuar dhe këtu shiten. E më tha Klajdi, hajde marram një të shofëm fatin ton. Hajde një shofëm, arë zjodhi buri im të këto mystery boxes, këtu janë këpuc. E më tha këto t'i zjodha aty gruje. Është mënyra që të harxhoni kot lekët tuaja kur jeni adult, kur jeni njerëz të rritur, matur. Këto janë këpuc latin burr. Janë për të kërcyer. Po më dha Eliana 20 euro ja pasajt.
Eliana, i ke dhurat nga motra jote për ty. Por e dini çfarë? Kush ja ka fal? Po unë që do i bëj pucët latin, më thuaj ti më sqaro, që do i bëj unë pucët latin? E besoni apo jo, ja numërim, janë 37. Nuk më hyn në punë. Po ja nice. Ja të shohim. Kjo më duket si bluz Jo, basketbolli. çantë duhet të jetë. Jo. Xhaket. 5XL. 5 extra large. Këtë mund ta përdorëm si jorgan. Të paktën këpucë do ja jap Elianës, po këta, ja, lekët tona si harxojnë. Ndërkohë hangrëm edhe un takosito për veten time, shumë të mira ishin, përsëri budallalli që hangrëm. Ja justifikoj vetes gjithsesi se jam me ciklin. Jam 7 zanë thuj tani. Jo. Pot. Për views, të gjitha për views. I bleva sot lushes këtë, që vjet nga njëra anë ushqimin, nga ana tjetër ujë, edhe ka pak kështu si më të ngritur, më të lezetshme. Luska për ty, do të bler mami edhe krevat rritë. Transformim në roba shtëpie. E dini çfarë mora të fundit, më pëlqej tepër ky fundi. Edhe nuk do isha ta bëj si herët e tjera që them më s'ka gjë se do marr më vonë ose do marr online e pastaj nuk e gjej edhe çura vitem. Prandaj mora ta kem. Mora kafet e Nespressoja, por unë nuk kam atë që bën çumshin të Nespressos. Kam atë të makinës të kafes time të parë, Create, duke qenë që nuk është prishur kur mora makinën Nespresso, nuk e ndrova atë Montalatte. Por po më mbushit mendja të marr atë Montalatten, dhe isha gati sot. Pastaj u kujtova që shumë herë Nespresso nxjerr ulje, oferta, që blen ata bashkë me kapsula ose blen ata bashkë me diçka tjetër. I thashë diçka po pres ato oferta që ta marr më mirë. Shkoj gjej kapsulat në përvende tani. Çfarë po pin tani? Ujë. Me çfarë? Me ujë. Po ajo nuk është ujë, se është ujë bardh. Me çfarë është ai ujë? Me kreatin. Do të bësh burr i fryr me muskla. Jo. Thjesht duhet të hesh ato si quhet inflamacione. Do të bësh burr nga ata të rrezikshmit. Ne berëm disa punë të rënda që duheshin ber, por që nuk mundem t'ju them çfarë punë ishin, sepse është një sekret, jo i shtetit, por joni këtu i YouTube-it. Jashtu bedar, mua nuk më hajt fare. Më duket më ranë të rënda ato takosat sot. Plus po haj gjatë gjithë kohës snak budallalliqe që nuk do duheshe. Edhe duam të shohim një film. E do shohim filmin The Terminal, që është inspiruar nga historia e vërtet e një burri që quhet Merhan, më duket. Prisni ta kontrolloj Mehran Naseri. Mua më kishte dalë historia e Mehranit në një moment në TikTok. Nuk e i vura shumë rëndësi dho. Por pas dje një podcast që sqaronte historinë e tij, edhe jam e shokuar. Është lindur në Iran, nuk jemi shumë të sigurt për fëmijërinë e tij. Ai vet në autobiografinë e vet thotë që mamaja e vet ishte nga Anglia, nga Scotland. Ishte infermiere në Iran, ndërsa babi vet ishte doktor në Iran. Por këtë nuk do e dim kur, sepse gjatë gjithë jetës të vet, asë familjar nuk u bëj gjallë që të thotë ne jemi familja e tij, ta ndihmojmë ose ndihmojmë. Po është ky fëmia i kujt është, kishte vëllezër, kishte motra, kishte kushërin, gjyshër, nuk e dim këtë gjë. Por mamaja e vet u kthe, siç thot ai në Angli, kur ai ishte shumë i ri, ndenti me jatin. Në moshën 18 vjeç vajti të studiojë në Angli, International Relations, edhe kur ishte atje në Angli, u përfshin në aktivitete, le të themi, në protesta kundër regjimit të Iranit, që atëherë në Iran kishte monarki akoma. Kur mbarovi studimet e veta, duhet të ktheheshe, sepse nuk ishte vizë që të vazhdonte të rinte në Angli. U kthe në Iran edhe si thot ai vet, vazhdovi me mendimet që kishte për gjendjen politike, vazhdovi me manifestimet, me protestimet, edhe vet shteti e futi në burg për 4 muaj. Dhe kur e nxori nga burgu i tha që ke ekspuls, nuk duam të jetosh më në Iran, nuk duam të jesh shtetas iranian, nuk duam të ekzistosh këtu fare. Kështu që ai fillovi të kërkonte ndihmë nga shtete të ndryshme të botës. Ai idealisht ishte të kthehej përsëri në Angli, sepse ndjeshi që atje kishte mamin ose që ka më shumë të drejtë të jetojë atje të paktën duke qenë që mamaja e vet ka origjinë që atje. Por shumë kohë nuk i kthevi asnjë shtet përgjigje, si përfundim i dërguam vizë nga Brukseli, edhe ai vajti në Bruksel. Por ai kishte gjithmonë fiksimin që deshte të jetojë në Angli. Dhe iku nga Brukseli, vajti në Francë. Nga Franca do ikte në Angli pastaj. Por thot ai vet që i harovi letrat, vizën që kishte nxjerr Brukseli, diku aty në Bruksel. Tani t'imagjinojmë që në atë periudhë që po ndodhen të gjitha këto kontrollet e aeroporteve nuk ishin si sot. Ai pasaporti iraniane nuk ishte fare. Domethënë nuk e kishte nxjerr asnjëherë pasaportën iraniane edhe kur ishte student që të shkojë të studiojë në Angli. I mjaftonte ajo viza studentore, le të themi. Nuk ishin njerëzit kështu si jemi sot që shkon me 7000 dokumenta atje dhe kalon 7 milion kontrolle. Jo, ishte diçka shumë më easy. Me kalimin e kohës fillovi të krijohet ajo që neve njohëm sot. I the që iko nga Brukseli dhe i la
i harrova letrat. Paktën herën e parë tha kështu, pastaj tha që dikush ja vodhi në tren. Ka thënë histori të ndryshme, nuk e dim kush është 100% ajo e vërteta. Arriti deri në Francë, nga Franca mori bilet që të shkojë në Angli. Po në Angli i thanë ku ke pasaportën, ku ke vizën, ku ke njërin, ku ke tjetrën, i tha po i kam harruar, po si kam, po këndej, po ndë, edhe e kthevën në Francë. Atje nga ku ishte nisur. Në Francë i thanë përsëri, ke dokumentat njërin tjetrën, prapë thatë një të histori dhe i thanë zotëri, mundesh të udhëtosh. Puna është që këto shtetet nuk mund ta ktheni në Iran duke qenë që ai kishte ekspuls. Por nuk e dinin edhe çfarë ta bënin këtë njeriu. Kështu që ai përfundoi të jetojë në aeroportin e Charles de Gaulle në Francë njerëz. Po të dilte nga aeroporti, policia do e kapnin e do e fusin në burg. Po të udhëtonte diku tjetër, do e kthenin përsëri në aeroport. Kështu që filloi të jetojë në aeroport. Gjeti një vend, një cep ku të ulet edhe të mbaj rrobat e veta, flinte atje në darkë. Njerëzit që punonin në aeroport e dëgjuan historinë e atit judhims, i lejonin që të shkojë të bëj dushin, të lahet, dushet private që përdornin vetë punëtorët. Pilotat ose hostes i jepnin si tip kupons që të hajnë në McDonald's, kështu që ai hante gjithmonë në McDonald's me këto kupons. I jepnin edhe mini punë të bente të ndryshme brenda në aeroport, si për shembull të përkthej në anglisht ose në frangjisht gjuhën iraniane nga njerëz të tjerë që kishin erdhur nga Irani atje, po mundoheshin të komunikonin me policat ose me punëtorët e nuk mundeshin. Edhe ai kur i mirte këto lekët nga punët e vogla, premtonte një biletë të lirë që të ikte në Angli dhe provonte prapë të shkojë në Angli mbase kësaj radhe nuk do e vënë re dhe do e lënë të kaloj, po prapë e rikthenin mbrapa. Filloi të bëjtë edhe më e njohur historia e tij, kanë vajtur edhe kanë intervistuar, ekzistojnë fotografi, po të kërkoni emrin e tij në Google. Gjithë thoshin që ishte një njerëz shumë i pastër, shumë i saktë, domethënë zgjohej, shkonte lante dhëmbët, bente dushin, ruheshe, visheshe tamam mirë me këmishkën e vet, me pantallona, me njërin e tjetrën. Unë që realisht nuk po i ndihmonte asnjë njeri. Edhe ai vet nuk e dinte çfarë të bënte, u gjend edhe në burg sepse doli nga aeroporti, gjeti një hotel atje afër, fjeti atje një 4 net, jo në dhoma, po i mçefur në cepe që gjente të hotelit. Edhe pastaj hoteli thiri policim, kështu që e futën në burg, e mbajtën ca kohë atje në burg, nuk dinin çfarë ta bënin, e lanë të lirë. Dikush kontaktovi një avokat, që ajo avokati mundua ta ndihmojë. Në fillim nuk e ndihmovi, kush e di sa le të themi, po pastaj që dëgjovi mirë historinë e vet, mundua ta ndihmojë. I gjetën letra, prapë Brukseli dërgovi letra të tjera, por ai kishte kaluar në një fazë tani që të gjitha ato që po ju them ndodhin ndaj viteve, vite duke qëndruar ai në aeroport, 4, 6, 8 vite. Brukseli mbas shumë kohë i dërgovi letra me emrin e vet, me atë emër që kishte, por ai në atë fazë të jetës të vet kishte vendosur që nuk i pëlqente ky emër dhe ishte ta thrisnin ndryshe, edhe nuk i pranovi ato letrat, vetëm e vetëm sepse nuk ishte emri i ri që ai deshte në ato letra. Kështu që kuptojmë që mental health i atit ishte shumë delikat në këtë pikë, nuk ishte 100% mirë. Njerëz jetovin në atë aeroport për 18 vjet, duke u futur më duket 2 o 3 herë në burg për disa muaj nga këto 18 vjet, por shumicën e jetës të vet e ka kaluar atje. Që po ta mendoni është absurde, sot nuk do mundesh të ndodhte diçka e këtillë. Edhe është absurde që nuk e ndihmovi asnjë njeri. Nëse edhe kur u mundua, si ju thash avokati, ai nuk e pranovi. Por arriti një pikë që u sëmur, duke qenë që hante nga McDonald's, duke qenë që nuk mirte ajër të pastër, edhe ajri brenda në aeroport është me air condition edhe ka shumë smundje brenda. Arriti një pikë që kishte shumë probleme me mushkrit, me frymarrjen, me zemrën, kështu që i dha azil, le të themi Franca. Nuk e di atë azilin po e pranovi të Francës, por e çuan në një shtëpi me refugjat politik të tjerë që të jetonte atje. Edhe kur arriti pika e fundit të jetës të vet, që kjo ka ndodhur në 2022-shin, më duket 2022-shin vdiq, që është diçka këtu afër, nuk po flasëm përpara 100 vjetëve. Vendosi që ditët e fundit të jetës të vet t'i kaloj përsëri në aeroport. Më bën të qaj, nuk e di pse, jam edhe në një fazë delikate me ciklin, por vendosi që ditët e fundit të jetës të vet t'i kaloj në aeroport, se vetëm atë vend njifte, le të themi, si shtëpi. Edhe kjo njerëz është shumë sad që nuk e kërkovi një baba, një mam, dikush ta ndihmoj të bëj diçka. Dhe ekziston, si po ju thosha, një film quhet The Terminal që duam ta shohim, sepse historia vet u bë shumë e njohur. Thash vajtën edhe intervistuan disa njerëz. Arriti deri në Hollywood kjo si histori dhe Hollywood i tha dëgjoj, do na japësh të drejtën e të përdorurit historinë tënde. Duam të krijojmë një film edhe i dham 300.000 euro, le të themi, që nuk janë asgjë po ta mendosh. Historia jote të bëhet film e Hollywoodit, nuk janë asgjë. Lekë të cilat ai nuk mund t'i mbante në bank, se nuk ishte bank, nuk ishte shtëpi. I mbante një valixhe, ja kishin dhënë lekë në dorë, i mbante te një valixhe atje ku flinte brenda në aeroport, që është absurde po ta mendosh. Edhe nuk e se i përdorte ato lekë që të bëj diçka, thjesht i mbante atje brenda në një valixhe. Edhe po, më preku shumë historia e këtij
njeriut e dua të shoh edhe filmin tani. Do ju them si do më duket filmi, nuk e di po jam bazuar 100% te realiteti, nuk e di pash I bukur, po më duket që herën e parë që dëgjova për këtë histori që ju thoshte TikToku, ishte për këtë filmin, po sugjeronin që ta shifje dhe po të thoshte pak the backstory. Edhe disi kështu iku nga jeta, një njeri pa njeri. Më ka prekur tepër shumë kjo historia. Tepër. Sono stati inventati in Romania. Lascia perdere. È una storia stupida. Edhe javën e kaluar bëra si ju tregova balkonin me dritare. Por kemi këtë pjesën e jashtme andej, sa dalëm nga kuzhina, mbaj me tavolinën e duhet pastruar ajo pjesa kësaj jave. Po përveç asaj, kisha të bëj edhe shkallë. Prandaj po mbaroj edhe me derën time ta kem të pastër. Lajdi ka gjatë dal andej, ka hequr të gjitha merimangat, e po bëm punka të tjera derisa të mbaroj unë këndej të shkoj edhe unë andej. Sepse si ju thash kemi një udhëtim që nuk do shkojmë vetë, por do vinë njerëz në shtëpinë tonë, kështu që dua ta kem të shtëpinë të pastër, e sidomos atë pjesën e balkonit jashtë të pastër, që të mundemi të ulemi edhe atje po duam, hajmë diçka, të bëjmë një gotë verë, të rim pak sepse po vjen kohë e mirë, e mbase duam ta shfrytëzojmë. Por që ta bësh këtë, do të jetë e pastër, se ne herë e fundit që pastrovëm ata pjesë ishte kur ishte këtu mami me babi, në nëntor. Kur them që nuk e kam pastruar që atëherë, nuk do të thënë që nuk kam bërë një fshesë, një leck, do të thënë që nuk e kam bërë mirë, me themel. Yeah, I'm getting caught up. Got his eye from the first check. Didn't hesitate to do a quick check. He told me, do you have a minute? I put them on a limit, still wanted just experience. And no pass by like nothing. I'm all done with daily talking. Then it pulls up to the side, I can hear all screaming from behind like, what the fuck you doing? Cautious, 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 cautious. Well, I'ma burn this bitch to ashes, 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 ashes. Cause, yeah, I'm getting caught up. Did you realize when he was doing all the things I know? Now I'm gone and she's gone and you stayed all the same, except you got nothing in your hands, oh no. Well, it's your fault. But I'm still thinking about it, I'm thinking about it, I'm thinking about it, I'm thinking about it, I'm still thinking about ya, thinking about ya, thinking about ya, thinking about ya. Punëtorët do hajnë një diel tjetër që do hajmë makarona, sepse koha nuk del për asgjë tjetër. Ora ka vajtur 2 e ca. Sot ndryshove edhe ora, kështu që humbëm një orë gjumë më duket. Ç'kedi e rekuperojmë? Dhe rekuperojmë edhe atë. Mbaruam jashtë, më ka ngelur të bëj 2 dritaret e kuzhinës, por njerë dua të hatë se po vdes nga ora janë këta moment. Në mëngjes kishte hyrë dhe komshiu këtu te obori jon sepse prekejmë krastis, jo, Jo kratis, as krastis, nuk jam e sigurt. Pret ato pemët, previ ullirin, previ edhe gjethet nga pemët e tjera, kështu që bën shumë punë sot. E vetëm gjëja që nuk është bërë është vlogu, sepse nuk mundesh të bësh të gjitha në këtë jetë. What can I do and what can I say? I am so happy, sepse javën tjetër do kemi miq. Bure, di çfarë desha të bëjmë sot mbas dite pak, ko je dakord edhe ti. Nuk përgjigjet. Përgjigje burr! Jam këtu! Desha të shkojmë pak në action. Ik pirë, mos du. Desha të marrë një vazo. Ik merë. Po të shkoj vetë pa burrin tim. Po. Edhe po, pastaj dikush më pa në rrugë e thotë, ti dukesh gocë për shtëpi, më vjet, më merr për nusen e vet. Ka që do bëtje? E po do më marrë, se unë shifja me vogël. Ose mund të ndodhë diçka e keqe në rrugë, pastaj do e kesh gjithmonë, gjithë jetën do e mendosh ata ditë që më le të shkoj në action vetë. Ose do mendoj, ja se kur të më ndëgjonte. Edhe po të dëgjoj çfarë i vjet që të rim në shtëpi. Po.
Shikoni këtu një gjë, një ari të bukur të mamit vet. Çfarës kjo? Xhecka ime belo, tuku leto. Tu. Njerëz burim gatovi këtu, që i lumshin duart, unë u barazja, i beri vetin drekën, por e dini si bëhet kuzhina ime kur gatuan burim. Edhe lajmë në çkete. Gocat më kuptojnë, se të gjithë kemi të njëjtat halle. Tani të bashit diçka pa pis? Nuk bëhet, thot ti, po unë si e bëj, si ja dal, apo jam një genius. Bere edhe një dush, edhe kisha vënë lavatrit që të më lajnë, nuk janë larë. Erdha t'i nxjerë që t'i ndej këto që janë kanë larë. Kisha vënë këto peshirkat e karigeve, kam jashtë, edhe leckat që përdora për pastrim. Qarë kam bërë ka gjë gabim këtu që... Pse? Nuk të rejta të bëh, po më dhime dhe kurizi. Me kishte thënë truri që desha të hak tortino. Si quhet kjo gjaja njerës, ja harova emrin anglisht. Është kjo gjaja fantastike që kur e hap në mes, ka çokoladën e shkrirë këtu. Po, e shikoni këtë gjën, e shikoni. Është diel, nuk dola të kënaqem ditën me diell. Nuk gatuam ndonjë gjë super të mirë të hajm, kështu që të paktën të shkoj këtë skaqe. Çfarë erë të mirë që ka. Obviously nuk e kam bërë unë. Gatshme ishte, e mban në frizer e kur don ta pjekës e fut në furrë për 10 minutë ka dhe është gati. U përvolova. But that was so worth it. Ju bër update për filmin. Nuk e di si ka mundësi që nuk e kam parë kaq vite. Është i vjetër si film. Ta shikoni po nuk e keni parë. Okej, kishte marr pjesë nga historia e vërtetë e personit që u thash, po nuk ishte fare lidhje me historinë e vërtetë. Ishte shumë e amerikanizuar, ishte shumë e romantizuar. Po do një historinë e vërtetë më mirë të kërkoni ndonjë podcast, se ajo nuk ishte fare historia e vërtetë e filmit. Por mua që më pëlqen filmat që kanë happy ending, më pëlqej ky. Thjesht pastaj fillova të qaj që edhe personi i vërtet nuk ishte të njëjtin përfundim me personin të filmit. E mërzitesh. E thash ajo, drejt që ta haj. Realisht po më bën me trauma kjo historia, nuk e haroj dot. Buri bëri valizhet ngati edhe ikën sot. Është herët, u zgjova edhe unë, ikëm të pim një kafe, të dy çka bashk, pastaj buri të ikë në punë, edhe unë të kthehem në shtëpi, të ndrohem, të vishemi me gym clothes edhe të ikëm në palestër, sepse jam një big girl. Shumë reks nuk kam për kaq herët në mëngjes. Me bukurosi. Iku mami qere kore nga shtëpia. Kanë kaluar 15 minuta. Të thua shti sikur ka kaluar 3 vjet që të kemi lënë këtu vetë. Pak në Klajdi nuk ikëm për shumë ditë këtë javë, kështu që nuk do mërzitem shumë. Do e mbaj veten. Ready. Do marr edhe këtë pakën që kam përgatitur. Shikoni se kjo ci është roz, është shkruan thank you. Një shitje vinte. Që ta dërgoj edhe këtë. Edhe duhet të nisim. Pastaj kur të vi po mendoj që duhet të lajen edhe këto kollare, po, kravates. Vajtëm një ditë me Klajdi në të përdorurat. Nuk e se para blen njeri atje në të përdorurat kollare. Shikoni sa kollare të bukura që gjeta. Kjo, që është apua. Kjo është e preferuara ime, me e bukura nga të gjitha që gjeta. Kjo kështu, shikoni sa elegante që duket. Nuk do t'ja u tregoj të gjitha tani, do ju tregoj edhe këtë, se shikoni çfarë kollare gjeta. Si tip e thurur kjo. Yves Saint Laurent. Look at this. Unë kam marrë edhe herë të tjera kollare në të përdorurat, edhe i kam futur në lavatriçe. I kam futur me programin la në dorë lavatriçja. Këto janë 100% seta, me ndafsh, me pak fjalë, por kur i ve atje edhe pse është programi që harxhas me larje në dorë, fillon edhe shjepet kollareve. Kështu që këto janë që të laj në dorë dhe duhen bërë. Klejt kollare mund të vesh herë në vit, por ama një qese plot kollare ja mora, se ishin të bukura. Nuk i diet, mund të ketë nevojë pikërisht për një nga këto. Only one. Diell ka jashtë po, është edhe ftohtë kë. Frynte pak herë ftohtë. Goodbye, shikojmë pastaj. Ciao, bisti bukur. Ciao, ceni bukur. Vajta pak edhe në supermarket. Nuk ishim as mish në shtëpi, nuk ishim as sa verdura që të bëj kuskus, ose grur, ose këto gjërat që në përgjithësi hajmë neve, i dini. Ky supermarket hall fillon fort me letra panjoje. Of course domate, kungulleshka, panxar, mish pule, Philadelphia me protein. Sa protein ka kjo? 11 gram. Edhe pesto rosso, that's all. Dje, përtova të mbaroj me këto dritare, kështu që do i bëj sot që mos i keme në burin tim.
spostova pak edhe këtu te hyrja, sepse po mundojmë të bëj të gjitha kputucët e mia të nxenë në këto mobiljet e kputucëve që kam. Nuk nxenë. Realiteti është ky. Shpresoj të realizojmë bazarin përsëri si vjet, edhe të mirëni juve disa nga kputucët e mia, sepse realisht nuk kam e vend. Kam filluar po i vë një rasi për tjetër, skeç e keq. Unë është mua edhe ta realizoj bazarin, më pëlqejnë kputucët e mia. Nuk ka se dua ti shes. Por ashtu të përfundoj. Edhe me që spostova këtu, thashë di çfarë. Jam marr pak plurin edhe kësaj mobile si jam që jam. Se kur të kapo si dia, dini juve, nuk të le me rehat. Upside down, inside out, run around. Të paktën spostojnë kollaj këto mobiljet e IKEA-s. Nuk të lodhën më shumë se sa duhet. Pastrojmë këtë pasqyrën, edhe punët e shtëpisë, dini, nuk mbarojnë ndonjëherë. Nuk ka se unë ndjem 100% e kënaqur. Kam në trurin tim edhe 1000 gjëra të tjera që jam për të bërë. Tuk edhe kjo, tuk edhe kjo. Ta pastrojmë edhe këtë kornizën këtu, mos ketë plura. Upside down, bëj të inside out, run around. E ka ngrelushe kaq shpejt. Vura Milos sa haj njerëz ndërkohë se po e shoh që mua më ka zënë, edhe do e le pa drejt çunin tim se më ka zënë mua psikopatia. Po bëj edhe këtë derën e banjës, se dy dyert e dhomave të gjumit bashkë me kondicionerat që janë sipër dyerve. Bëra javën e kaluar, bëra edhe balkonin aty para me dritare. Po këtë e kam haruar. E thashë di çfarë? Prita heq qafe edhe këtë. Paktën këto gjërat e mëdha mos i kem në mendje që janë për të bërë akoma. Këto që i vura të lagë i prish. Ka vajtur e gjithësa e jastekut në një vend. Këto është bosh për shemb. Puna është unë kisha larë edhe herë tjetër, po mbasi kisha vend në më pak orë të lajën. Nuk jam shumë e sigurt. Kësaj radhe nuk vajti fare mirë. Gjithsesi do vej një lavatriçe me të bardha tani. Shikoni sa peshqir i bukur ky. Love it. Një xhiro me bukuroshin, të marr pak dielle. Shikoni si mban bishtin brenda të këmbët. Dhe çfarë ka frikë nuk e din asnjë njeri. Më tha trurim tani që të pastroj. Te gjën kryesisht që mbaj make-upet. Edhe kam hequr këtë compartment, që mbaj lapsa, concealer. Të gjitha këto këtu që shikoni janë lapsa për sy më duket. I kam përdorur ndonjëherë, sikur një tek herë. Jo, vazhdoj edhe i mbaj. Po qenë e sigurt që unë do i përdor këto realisht apo jo. Si them, po do më duhet një, për shembull kam mbajtur lapsa të kuq. Si them, mund të më duhet një lapsë kuq në jetë. Ndërkohë nuk i luaj kurrë në jetën time buzët e kuqe flat, sepse nuk më shkojnë fare, nuk më pëlqejnë. Kam mbajtur 2 lapsa të kuq, se nuk do më mjaftonte njëra. Këtu kemi një Lash Line Ink eyeliner, që përsëri edhe eyelinerat nuk i para përdor. Me sa shoh kam disa lapsa për të lyer vetullat që nuk i lyej vetullat. Eyeliner tjetër, blu kësaj radhe. Nuk mbajt mend kur është hera e fundit që un kam përdorur një eyeliner blu. Këto janë lapsa për syt me këto ngjyrat, që janë shumë të bukura, prandaj i mbaj, por nuk i përdor. Do i ve përsëri këtu, me shpresën që nuk do skadojnë kurrë, sepse do i kem gjithë jetën time me shumë mundësi të gjitha këto gjëra. Whatever. Gjendja e buzëve të mia mbasi kam vënë 4 lapsa, 5 lapsa, ti provoj, edhe 3 lip gloza që të shikoj më pëlqejnë akoma, nuk më pëlqejnë. Por këtu pastruan të gjitha produktet e të gjithë kompartamentet këtu brenda, nuk kanë pik pluri tani. Mbaj këtu edhe këto paletat e syve, por realisht unë nuk përdor me ton sysh. Nuk e di përdor dikush akoma ton sysh. Po më vjen gjuna i het. Kto më shumë mundsi janë edhe të skaduara. Vurat e ky bowli, edhe sfungjerkat e make-upit që ti laj të gjitha. Ande po bëhet gati darka në air fryer, jam patatet, këtu kam përgatitur gjithë gjërat e tjera. Sepse po është bërë dark, unë jam si teta me këto buzët akoma që çpar me provat e mia. Ja marr kryesisht me gjëra të vogla gjithë ditën, sirtare, dollape, ta hap të nxjerr umujrat të hedh gjëra që asu nuk e di pse i kam aty futura në përcepa dhe iku dita. Kështu që unë ku këtu do ju le e ne do shifemi si gjithmonë te video radhës me miq, jo vetë kësaj radhe. Can't wait. Ciao ciao edhe nga Lucia i bukur imi me lodrën e vet të re.